Këshilli Komunal i Gostivarit miratoi me shumicë votash programën zhvillimore për vitin 2026, në të cilën janë parapar 60 projekte me vlerë rreth 900 milion denar. Programi fokusohet në përmirësimin e infrastrukturës rrugore, rehabilitimin e ujësillësit të qytetit, përmirësimin e kushteve në shkolla dhe qerdhe, rregullimin hortikulturor të parkut të qytetit, si dhe ndërtimin një parkingu nëntoksor pranë parkut tek ndërtesa e komunës. Programin e prezantoi para këshilltarëve Ermira Bilali nga sektori për zhvillim ekonomik lokal, e cila theksoi se projektet realizohen përmes buxhetit komunal, ministrive qendrore dhe mekanizmave ndërkombëtar financiar. Në kuadër të këtij programi janë parashikuar mbi 60 projekte kapitale me një vlerë totale prej 900 milion denar që do të realizohen gjatë vitit 2026. Disa prej projekteve kryesore përfshin infrastruktura rrugore edhe atë, rikonstruktimi i rrugës Beliqica dhe trotuarëve, asfaltimi i rrugëve numër 4 deri numër 9, rikonstruktimi i rrugëve lokale në fshatrat Banjic dhe Padalisht, ndërtimi i rrugës dhe kanalizimet në lagjen Pitarnic, rikonstruktimi i rrugës Beliqica nga Ura deri te mbikalimi, ndërtimi i parkingut nëntoksor pranë komunës. Infrastrukturë komunale dhe mjedisore edhe atë, ndërtimi i kanalizimeve në lagjet Grudajc, Fazaneri dhe Ciglan, vendosja e 50 hidrantëve mbi toksor, vendosja e shportave për mbeturina dhe blerja e kamionëve për pastrim dhe mbeturina, ujësjellsi Seko, Forin Çegran dhe projekti ujë për Gostivarin faza e 2. Arsim dhe shërbime sociale edhe atë, rikonstruktimi i shkollave Ismail Qemali, Faik Konica dhe shkolla e mesme komunale Gostivar, ndërtimi i pishinës së re pranë shkollës fillore Goce Delçev, rikonstruktimi i qerdheve Lule dhe në fshatin Banjic, mirëmbajtja e të gjitha qerdheve dhe shkollave të komunës. Zhvillim urban dhe mjedisor edhe atë, rikonstruktim i parkut të qytetit dhe rregullimi hortikulturor, ndriçim publik dhe pajisje urbane, vendosja e kasisëve ngadalësues në rrugët urbane, ndërtimi i toaleteve publike, zbatimi i marrëveshjeve kornis për asfaltim dhe bekatonizim sipas kërkesave të qytetarëve. Gjatë diskutimit, këshilltari Ivlen Alush Alili tha se disa projekte me rëndësi nuk janë përfshirë në program, mes tyre dhe ujësillësi fshatit Debresh. Ndërkohë, Demirali Shahini nga AKI, gjithashtu banori Debreshit, tha se punimet për ujësillësin e fshatit pritet të realizohen gjatë vitit të ardhshëm. Ne dim shumë mirë se në për fshatra kemi probleme më të mëdha, domethënë përsërisht për fshatin Debresh, përveç rrugicave dhe kanalizimeve që nuk janë përfunduta, ne problem më të madh e kemi edhe ujin e pishëm, ku nuk është e paraparë këtë vit dhe do kisha kërkuar që të vendoset në rend, domethënë ki plan programi i vitit 2026, paktën fillon diçka për ujin e pishëm në fshatin Debresh. Po dësha t'ja rikujtoj Alushit se kena pas disa takime, ka qenë edhe ai prezent kur ka qenë edhe kryetari Valboni. Me thonë për fshatin Debresh është rrugica, me thonë rruga ku ju kaloni 5-6 herë në ditë, me thonë ajo është në program. Sa i përket ujtit të pishëm, me kryetarin keni qenë tash prezent edhe ju, edhe treguam e biseduam se do të formone një komision ku do të shohim se si dhe në çfarë mënyrë Debresh të rregullojnë punën e ujtit. Ajo është premtuar nga kryetari, e kena pas edhe në programën tonë, do me thonë qeni të bindët, si ju, si edhe bashkëtarët tonë, si edhe gjithë se ajo punë do të krijet. Alili theksoi se të paktën çështje të tilla duhet pasqyrohen në dokumentin zhvillimor, ndërsa Shahini nga AKI rikujtoi se Alili ka qenë pjesë e përbërjes së kaluar të Këshillit, por nuk e kishte propozuar atëherë këtë projekt. Këshilltari i AKI Sebajdin Sallaj kërkoi rregullimin e një rruge në fshatin Turçani Madh. Është një rrugë aty që gjatë kohë qëndron në gjendje shumë të vështirë, po ndoshta ajo është e përfshirë edhe në programin e 2025-s, prandaj nëse nuk është e përfshirë, se ajo si problem ka zgjatë goxha kohë. A ka mundësi nëse ka qenë e përfshirë në programin e 2025-s të më informoni, nëse jo, ta merrni parasysh nuk është ndonjë investim shumë i madh, a nevoja është shumë e madhe. Për të gjitha çështjet e ngritura, përgjigje dha Shpendi Meri, udhëheqësi i sektorit për zhvillim ekonomik lokal. Pyetja ishte a do të punohet një rrugë në Turçan.
neve do na duhet informacion më i sakt ku gjendet ajo rrugë. Nëse është në pyetje rruga që një herë ka filluar të punohet dhe është lënë përgjigj, atëherë po, është në program edhe e keni në programin që ua kemi shpërnda, edhe ajo rrugë do të realizohet në vitin 2026. Programa zhvillimore e komunës së Gostivarit për vitin 2026 u miratua me shumicë votash.